Elbasani në fakt shumë pak e din, por Elbasani dhe liderët kryesorë të Elbasanit asaj kohe, për mos dashur të veçoj disa nga ata, ka luajtur një rol kryesor në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë dhe në dokumenta zyrtare të cilat unë kam lexuar, një pjesë e mirë e sponsorizimit, por mos thënë pjesa kryesore e sponsorizimit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë ka ardhur nga biznesmen të qytetit Elbasanit dhe nuk është rastësi që Elbasani është qyteti i parë në Shqipëri që shpalli pavarësinë. Unë mund të them, duke qenë se ju ma përmendët një nga këto figura, në rivitalizimin e ri të Kalas do të kemi dhe muzeun e Lefnosit që do jetë një copës e shkëputur e asaj historie, le ta themi, të munguar, por asaj historia që të rëndësishme të Elbasanit dhe me kënaqësi e di që kjo do jetë do zjasin kohë, do të ftoja që të vihet ta vizitonim nga afër kur ai ishte realitet, por kam parë projektin dhe di që në qendër të Kalas do të jetë një nga pikat kryesore, do të jetë muzeu i Lefnosit, e cila mendoj që ka qenë një figurë shumë e diskutuar në fakt shumë herë nga këndvështrime ndryshme, por që në këndvështrimin tim është një nga figurat më të rëndësishme të historisë së Elbasanit. Në Kalat do jetë edhe shtëpia e Xhuvanit, e cila do kthehet në një muze. Domethënë disa prej figurave kryesore, siç ju i përmendët, Elbasanit kanë jetuar në Kalan Elbasanit. Andaj ne kemi vendosur që këto banesat tyre mos jenë thjesht banesa, nuk janë banesat e tyre, janë copëza historie të Shqipërisë, siç edhe ju e thatë. Prandaj do kthehen në muze që do jenë të integruar brenda Kalas Elbasanit. Unë nis rrugtimin tim politik në fakt moshën 17 vjeçare. Aso kohë një i ri në Elbasan, një i ri që nuk pajtohej me kohën dhe unë mendoj që është e brëndshme shumë të rinjve të mos pajtohen me sistemin dhe me kohën, sepse kjo mendoj në thelb është një gjë shumë e mirë sepse gjithmonë kërkon ndryshimin e kohës dhe sjell përmirësime edhe në qeverisje. Vendos të angazhohem në mënyrë individuale në fresh, nuk kisha asnjë mik, siç shpesh thuhet, nuk më referoja askush. Një ditë bukur trokita në derën e Partisë Socialiste. Aty u afrova, mbas filloi angazhimi im dhe nga ajo ditë bëhen sot 17 vite që unë angazhohem në Partinë Socialiste, kam qenë kryetari i Freshit në Elbasan, kam qenë sekretari i përgjithshëm i forumit rinor të Freshit të Shqipërisë dhe jam zgjedhur me votë, domethënë në kohën në cilën neve në atë forum rinor votonim të rinjt me anë të një procesi shumë demokratik, do thoja, një rrugtim i gjatë i cili ka kaluar përmes shumë detyrave brenda Partisë Socialiste, por është ndërthurur dhe me një aktivitet në pjesën e administratës publike. Unë kam pasur fatin të jem drejtori i kabinetit kryetarit të Bashkisë Elbasanit, kam qenë nënkryetari i Bashkisë Elbasanit, drejtor i shërbimit të transportit publik dhe në fund drejtor i kadastrës së Shqipërisë për 2 vite, që mendoj një institucion shumë sfidues dhe akoma sfidues në Shqipëri. Shqipëria, por dhe klasa jonë politike kishte realisht nevojë që të kishte një grup të rinj, por në fakt ajo e cila unë akoma nuk arrit të perceptoj dhe të pranoj në fakt do thoja është që vazhdon të etiketohet si pjesa e të rinjve. Por ama nga ana tjetër askush nuk e thotë që brenda këtyre të rinjve që kanë ardhur ka deputet të cilët kanë një eksperiencë gjatë në administratën publike, kanë një eksperiencë gjatë në biznes, kanë një eksperiencë gjatë në shoqëri civile dhe besoj që mund të jenë të ri të parlamentit, por jo të ri në fusha ndryshme tjetër, që është shumë thelbësore për të nënvizuar shpeshherë sepse e shoh etiketohet dhe jo vetëm nga media, por dhe në parlament gjithmonë si grupi i të rinjve, në fakt një pjesë e deputetëve që kanë ardhur janë të rinj në parlament, por jo të rinj në fusha ndryshme tjetër, që kjo është shumë e rëndësishme mendoj unë. Në fakt jemi shumic si deputet të rinj. Unë besoj fort dhe këtë kam kuptuar në vitet e mia të para të rrugtimit politik që vendin politik nuk ta fal askush. Dhe mendoj kjo është në të gjithë botën. Domethënë, në qoftë se ti kërkon dhe beson fort që ky vend që ke sot është shumë i vogël për ambicet që ti ke dhe ti kërkon të bësh një vend tjetër në arenën politike të vendit tënd, atëherë ti duhet të luftosh për të arritur atë vend. Askush nuk do të dhuroj asgjë në politikë dhe kjo është e sigurt. Nga ana tjetër,
një pjesë e mirë kolegëve të cilët kanë shumë vite, më kanë pritur shumë mirë në Parlamentin e Shqipërisë, ndoshta edhe për shkak se unë me një pjesë tyre njihem prej vitesh për shkak të angazhimit tim politik, por e kam vënë edhe me deputet cilët nuk e kanë këtë rrugtim si unë Partinë Socialiste, ka pasur një dashamirësi për t'i mirëpritur. Por asnjëherë për t'i liruar vendin që nuk është normale në politikë. Unë nuk pretendoj kurrë që në atë sallë të kemi mendimet njëjta të gjithë. Mendimet mund të jenë ndryshme edhe brenda kampeve të njëjta, për shembull mendimi mund të jetë ndryshe edhe brenda PS-s. Mendimi duhet me patjetër të jetë ndryshe nga krahu i PD-s, sepse qytetarët për këtë na kanë votë besor që të shkojmë atje të krijojmë një debat publik, një debat politik. Ama ajo cilën nuk besoj që është zgjidhje dhe nuk besoj që është shembull është dhuna. Unë kam qenë vetë pjesë e një fragmenti në cilën nuk mund të mbaja fjalën time në parlament, një fjalë cilën e kisha përgatitur, një fjalë e cila kishte të bënte me problematikat e Elbasanit. Unë do flisja për qytetin tim. Unë kam votuar qytetarët e Elbasanit, shkojnë në parlament dhe qytetarët e Elbasanit nuk duan të dinë se çfarë konflikti ndodhi atje. Qytetarët e Elbasanit duan të dëgjojnë atë problematikën u përmend ose jo. Unë mendoj që ka ardhur koha që ne duhet që debatin politik dhe sallën e Kuvendit të Shqipërisë mos e ngatarrojmë me pjesën e konflikteve. Duhet mësohemi, unë e them shpesh, më duket sikur ndonjëherë kemi të vështirë të pranojmë mendimin ndryshe. Duhet ta pranojmë. Unë do të çohem në sallën e parlamentit, do kemi mendim patjetër në shumicën e rasteve do jeti kundërt nga këtyre të opozitës. Edhe unë gjej shumë mendime dhe shumë ide që nuk më pëlqejnë, me thënë drejtën, që jepen nga kampi opozitar. Po nuk çohem aty dhe të marr librin dhe ta hedh dhe t'i them ndalo, nuk do e thuash idenë tënde. Kjo nuk është normale, sepse shumë shpesh na akuzojnë që e bëjmë thjesht për të mbrojtur qeverinë. Në fakt ne i përkasim një force politike në cilën na lidh ideologjia dhe ndoshta ne na lidhin idetë përbashkëta se si e shohim në Shqipërinë. Dhe këtu kjo është përballja e ideve, por kjo nuk do të jetë domosdoshmërisht një arsye për të mbrojtur me patjetër qeverinë ose partinë, por kjo është një ideologji e përbashkët në cilën neve prandaj jemi në kampe të ndryshme. Mua më vjen shumë mirë në fakt që ta them që po, edhe ta them me jo vetëm si ide, po ta them me bindje. Unë kam kolegë në Komisionin e Ekonomisë, Financave dhe Punësimit, me të cilët ti jo vetëm privatisht, se shumë shpesh thuhet që biseda private është më e thjeshtë, por dhe publikisht kemi zhvilluar debate politike për ide të ndryshme, të cilat mendoj që janë në nderin e parlamentit. Ne nuk bie me njëri tjetrin shpeshherë dakord, por ama nga ana tjetër i kemi pranuar njëri tjetrit ide të ndryshme dhe unë shikoj që brenda kampit opozitar ka një numër të mirë, do thoja, të deputetësh, të cilët vlejnë, të cilët kanë ide shumë të mira në fakt ndonjëherë, por shpeshherë të ndrojtur për të qëndruar asaj linjës politike të famshme që në Shqipëri nuk rrim dot pa e përmendur. Mendoj që ne si Ballkani jemi pak popull gjaknxet nga natyra. Dhe po ta shikosh lajmet që tërheqin më shumë për fat keq, ne të dy, ti më mirë se unë fakt e di që janë konfliktit. Ti mund të hedhësh tani dhe të bësh një provë, të hedhësh dy lajme nga Parlamenti i Shqipërisë, një lajm në cilin shfaqet mund duke dhënë një ide që mund të ketë ardhur nga një grup interesi dhe të jetë ideja më e mirë që mund të sjellë zhvillim në një sektor të caktuar, dhe nga ana tjetër mund të hedhësh po mua pas një jave dhe të thuash që konflikti i deputetit Adi Qose me një koleg tjetër. Siguroj që shikueshmëria në të dy videot do jetë realisht katastrofike, domethënë. Ne kemi një një diferencë shumë të madhe. Kemi një mani që dhe ne vetë të ndikohemi dhe të jemi shumë kërkues ndaj këtyre videove të cilat shfaqin në konflikte dhe jo ide. Dhe unë mendoj që ardha e një brezi të ri, por dhe fokusi që të kemi një debat politik, kjo nuk është një gjë që ndodh fakt as për 6 muaj, as për një vit, por mendoj që për vite me radhë, nëse ne i servijojmë publikut vetëm debat politik nga salla e Kuvendit të Shqipërisë, mendoj që dhe interesi i tyre në një moment do kthehet tek debati publik. Do ta them këtë gjën, ndoshta para edhe kamerave nëse ndonjëherë nuk duhet. Në fakt unë ja them shpeshherë dhe qytetarëve.
I them me shaka miqve, dashamirësve, njërat me cilët ndrymë njëri tjetrin. I them, është pak faji juaj. Dhe më thonë, pse është faji jon, pse është faji jon? I them, kur ju mos I shikoni më videot që kanë konflikte brenda parlamentit dhe të shikoni ato, t'jeni të bindur që shumë nga ato që bëjnë konflikte ndoshta do kthehen drejt ideve, se shpeshherë kjo pjesa e konfliktit është kthyer dhe si marrje vëmendje, është domethënë, hajde të kapim momentin aty dhe të kthejmë vëmendjen nga një gjë të cilën neve duam ta përdorim. Por ndodh përgjithsisht kështu, që debati jetë shumë I fortë sa kamerat janë ndezur, në momentin që kamerat fiken, debati I ultonet patjetër. Dhe kjo të çon aty të mendimi që unë thash që shumë e përdorin për të kthyer vëmendjen dhe për të mbajtur një peshë politike të cilën janë mësuar ta mbajnë në këtë mënyrë. Unë mendoj që forcën e peshës politike duhet ta marrë mendimin politik dhe mendimin se si gjërat bëhen më mirë për qytetarët. Deri në kohën kur e merr konflikti është akoma problem. Unë mendoj që këtë peshë duhet ta marrë mendimet për sjellje më të mirë për qytetarët. Unë mendoj që grupi I parlamentari I Partisë Socialiste dhe grupi të rinjve, siç tashmë është kthyer në shprehje, ka një shumëllëshmëri dhe ju keni drejt. Unë e thash fillim, aty ka deputetë cilët vinë nga eksperjenca fusha të caktuara, por ka dhe deputetë cilët të eksperjenca kanë më të vogël në krahasim me një pjesë të deputetëve dhe është krejt normale që ato të kenë një profil tjetër. Unë mendoj që çdo kush zgjedh profilin e tij në Parlamentin e Shqipërisë. Unë kam dëgjuar në fakt një këshill të një personi I cili ka kaluar një pjesë mirë të jetës së tij në Parlamentin e Shqipërisë. Dhe më ka thënë ditët e para që ajo e cila unë vendos që të prezantoj në Parlamentin e Shqipërisë në muajt e parë, në vitin e parë, do të jetë ajo që do më shoqëroj gjithë jetën në Parlamentin e Shqipërisë. Dhe unë kam dashur që gjithmonë të kem ato profilin e një politikani, edhe ajo çfarë përfaqësoj në fakt, unë profilin e një politikani të ri, korrekt, I cili ka shërbyer për qytetin e tij në shumë pjesë administratës dhe që sot kërkon që nga salla e Parlamentit duke njohur mirë problematikën e qytetit të tij, të japi zgjidhje problemeve, por jo vetëm problemeve, siç ta thash edhe më parë që unë shpesh I quaj detyrim, por zhvillimit të qytetit tim dhe unë gjithmonë jam fokusuar në çështje të cilat lidhen me profilin që unë kam, ekonominë dhe që jam në Komisionin e Ekonomisë dhe më pas me çështje të cilat lidhen me Elbasanin. Pjesa tjetër për mua ka kaluar gjithmonë në heshtje. Mua nuk do më shohin kurrë në Parlamentin e Shqipërisë të ngrihem dhe të debatoj për një çështje që nuk I përket ose fushës time ose Elbasanit. Dhe shoh që shumë e bëjnë nga kampi tjetër pjesa më e madhe, diskutojnë për çështje nga më të ndryshme dhe debatojnë më saktë. Unë mendoj që deputetët dhe kam besuar gjithmonë që është ndryshuar pak profili I deputetit në Shqipëri dhe mendoj që në këtë vit po futet pak brenda atyre kornizave që ne do donim. Duke pasur gjithmonë deputetë cilët kishin shumë vite në Parlamentin e Shqipërisë, dashur pa dashur kthehen në figura kombëtare dhe më pas diskutojnë gjithë çështjet e mundshme. Nga ana tjetër, kjo ardhje e deputetëve të ri ka bërë që këto figura të jenë figura të cilat fokusohen më shumë te lokaliteti dhe është një gjë shumë e mirë sepse deputeti duhet të përfaqësojë në thelb lokalitetin dhe interesat e arsimit që ai ka. Kjo do të jetë besoj do të jetë fusha kryesore e përfaqësimit të deputetit dhe mendoj që ka shumë të rinj sot brenda grupit parlamentar të PS-s, cilët bëjnë një punë shumë të mirë në komisione, bëjnë një punë shumë të mirë në prapavi, por akoma e kanë të vështirë shfaqjen e tyre publike, sepse le ta themi ju e dini më mirë, kjo pjesa që ti del në publik dhe pastaj shpreh ide dhe kjo është një fazë e cila vjen besoj me kalimin e kohës. Më pëlqeu shumë fakt që the është një problem I cili lidhet pak edhe me historinë tonë si komp. Unë mendoj që për te reformave që janë bërë sot në ASHK, unë besoj fort dhe jam I bindur që çështja e pronësisë mbetet një nga sfidat kryesore që kemi ne akoma si qeveri. Dhe kjo është një problematikë e cila nuk është krijuar për një viti, as për një muaj, as për 2 vjetësh, por besoj është një problematikë e krijuar tashmë prej shumë vitesh. Dhe çështja e pronës duhet jetë një çështje e cila mendoj duhet të jetë një çështje që zgjidhet përpara antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, se nuk mundet që një vend I cili aspiron dhe ka marrë lajme të mira drejt
progresit që po bën drejt integrimit në Bashkimin Evropian, të ketë akoma një sfidë e cila ka të bëjë me çështjen e pronësisë dhe mendoj që është një temë shumë delikate. Nuk dua të gjej fajtor dhe të filloj dhe të them fajtor, por mendoj që kanë qenë së bashku si qeveri dhe qytetarë cilët kanë ndikuar një proces që akoma dhe sot ngelet në shumë udhkryqe të cilat nuk kanë marrë zgjidhje. Ne kemi zhvilluar një takim shumë të mirë në fakt me kryeministrin, drejtoreshën e përgjithshme të kadastrës, gjithë kabinetin qeveritar, ku në fakt u prezantuan disa nga arritjet, por akoma nga gjithë ne pranohet që është një sfidë kadastra. Një nga opinionet e mia të cilët dhe kam shprehur, duke qenë se kam një eksperiencë 2 vjeçare në atë institucion, unë mendoj që ne na duhet një kuadër i ri ligjor, Lulieta, dhe mendoj që duhet të jetë kuadër i ri dhe final në këtë aspekt. Nuk mundet që shqiptarët akoma të pretendojnë që ne do ndërtojmë pa leje dhe do legalizojmë. Mendoj që nuk mund, ky koncept duhet zhdukur. Ne duhet themi që sot qeveria jonë do nisi nga viti 0, do trajtoj gjithë to, sepse në funditës ndërtuan, nuk do i hyjmë historisë, ama nga ana tjetër ne duhet themi që ne do i trajtojmë. Do shohim planet e zhvillimit të qyteteve, do shohim si funksionon qyteti, në qoftë se ti ke ndërtuar një banesë sidomos, e cila përshtatet me kushtet e zhvillimit të qytetit, patjetër kundrejt një takse që duhet ta vendosë shteti, të marrësh dokumente pronësisë, ama duhet vendosim një datë finale dhe themi ky do jetë dita finale dhe në Shqipëri duhet zhduket termi i legalizimeve, sepse ai është një nga proceset i cili përfshi pasaj dhe jo 7501, një sër historish me pronat, cilat mbajnë peng një pjesë të mirë qytetarëve për zhvilluar pronat e tyre. Edhe unë mendoj që duhet një kuadër i ligjor dhe nga ana tjetër një propozim cilin e dhash dhe kur kishim drejtoreshën e ndihmës juridike, drejtoreshën e përgjithshme në fakt të ndihmës juridike Falas. Unë, siç e tha dhe ju, kam qenë drejtori i kadastrës për 2 vitesh, edhe shumë shpesh hasem me qytetarët cilët nuk e kanë aftësinë juridike dhe është normale, nuk e kanë njohurinë juridike për të bërë një aplikim siç duhet sakt. Më pas ato do shkojnë te noteri, do shkojnë kudo se nuk duhet të bëj dhe njerëz me fajt sepse sistemi ka mangësitë e veta. Dhe bëhen pjesë e një kalvari problematike juridike të cilat duan kohën e vet sepse janë procedura që kthehen, shkojnë deri në pikën finale, atje ka një mangësi juridike, kthehet deri nga e para dhe shumë qytetarë sot janë zvarritje prej panjohurisë juridike. Dhe drejtoresha më cilësoi që janë bashkëpunim fakt me ASHK për të firmosur një marrëveshje e cila do të ofrojë një ndihmë juridike falas për qytetarët, sepse besoj që do japi zgjidhje një problem, një fashë shumë të mirë problemeve të qytetarëve. Nuk e kanë të gjithë njohurinë juridike për të aplikuar, për të marrë dokumentin e pronësisë, sepse në funditës aty ka një sër detaje juridike të cilat bëjnë të mundur pastaj mungon një letër, mungon diçka, dhe më pëlqen që sot janë vënë në lëvizje bashkë me bashkinë që të kenë një komunikim në mënyrë që një pjesë të mirë dokumentave të jenë vetë institucionet ato që i zgjidhin. Dhe propozimi që ne sot kemi një kartel elektronike të qytetarëve mbi pronën, mendoj që ishte një propozim shumë i mirë dhe shpresoj që të bëhet realitet shumë shpejt, sepse në atë mënyrë do shikosh kartelën, çfarë dokumentesh mungon dhe i plotësosh dhe më pas do aplikimi të vazhdojë në rrugën e duhur. Marrësh për shumë idealist në fakt, unë e njoh sistemin e ujësillës kanalizimeve nga afër për shkak të detyrës që kam patur si në kryetari i bashkisë dhe kryetari i bordit të ujësillës të Elbasanit në një fazë. Ajo që i kërkojnë gjithë qytetarëve në fakt ishte vetëm 3 ditë më parë në Elbasan për shkak të një ndryshimi që bëi në rrjetin kryesor të qytetit, që ishte një ndryshim teknik dhe që mendoj ndodhi në të gjithë botën sepse për shkak të lartësisë kishte një pjesë e cila duhej ndryshuar, domethënë diçka teknike. Shoqëria e ujësillës kanalizimeve kishte njoftuar për 24 orë mungesë të ujit. Në fakt u bën 48 orë dhe kaluam me 24 orë dhe duhej që në qytet të kishte një lajmërim dhe njerëzit kuptonin se çfarë po ndodhte, sepse në fakt e vëre shumë shpesh dhe në Elbasan që njerëzit kërkojnë informacion. Ndonjëherë ndodh diçka, por ajo që i shqetëson më shumë, i shqetëson mungesa e informacionit. Dhe unë jam shumë i lumtur që ai problemet u zgjidh brenda të tyre 48 orëve, por nuk është se ishte mungesë e ujit për shkak se në Elbasan mungon uji. Nuk e kam për specifikisht për kuptova, pasi do dalet te pjesa e përgjithshme. Jo, do dalet te pjesa e përgjithshme. Ne munguar në Shqipëri. Në Elbasan sapo është bërë rrjet i ri në fakt, i cili shkaktoi dhe një kështu pakënaqësi tek qytetarët sepse gjithë qyteti u bë rrëmuj, u deshën të vijnë gjithë rrjetet e reja. Lulieta më them që shkon gjithmonë me batut në fakt, ato rrjetet e tona të vjetra të ujit ishin bërë si kullesa e makaronave.
nga pika ku lind dhe ku vjen nga pika ku vjen uji dhe deri tek qytetarët, më beso, unë nuk e besoja në fakt derisa e kam parë nga afër me qindra lidhje të palishme të ujit. Më thënë akoma qytetar, biznese, individ, cilët pretendojnë që mos paguajnë për ujin e tyre. Dhe kjo nuk është normale në fakt në këtë kohë. Dhe në Elbasan po bëhet i gjithë ndryshimi i gjithë rjetit. Jemi në fazat finale, po ndryshohet i gjithë rjeti i Elbasanit, do kemi një linjë të re e cila do shtoj patjetër cilësinë, do shtoj oraret, po nga ana tjetër do zvogloj humbjet. Usjellësat tonë ne dim nuk është sekret. Janë shoqëri të cilat kanë humbje të mëdha në rrjet. Dhe një pjesë e mirë e tyre ka ardhur edhe për shkak të kullesës makaronave, do thoja, që e ka sjellë të problematik tek usjellësat tonë. Unë ngrita këtë problematik në fakt në Komisionin e Ekonomisë në dhjetor, mos gabohem, ishim në momentin kur diskutohet buxheti dhe aty kishim Ministrinë e Financave Petrit Malen, cilin gjëra se do ta falenderoj në fakt për që u tregua disponibël. Në atë kohë, unë ngujta shqetësimin sepse në buxhetin ton shumë akorduar në fakt që ishte për bypassin e Elbasanit nuk mund të plotësonte nevojën dhe unë mendoj që kërkesa për atë bypass nuk është sot vetëm kërkesë e Elbasanit, por është kërkesë kombëtare. Është një nga akset, mendoj, ose për mos thënë është aksi më i ngarkuar në të gjithë Shqipërinë. E gjithë lidhja e Shqipërisë me juglindjen, por dhe me jugun e Shqipërisë dhe me vetë Elbasanit sot kalon përmes asaj rruge. Dhe qytetarët hasen me orë të gjata të këtij trafiku dhe më vjen shumë mirë që jo vetëm pak ditë më parë u shpallë projekti i cili do jetë dhe si një ndërhyrje provizore, do thoja unë. Është pjesë e bypassit kryesor, por nuk është investimi kryesor që kalon në Elbasan dhe që do jetë bypassi kryesor i qytetit, por janë dy ndërhyrje të cilat do japin zgjidhje trafikut momentit. Një do jetë nyja kryesore që do lidhet me pjesën e Elbasanit dhe për gjithë qytetarët e Elbasanit do ketë një rrugë e cila do kalojë drejt për në Elbasan dhe një pjesë tjetër që lidhet me zonën që shkon drejt jugut, sepse ne dim shumë mirë tani vjen vera dhe radhët në atë rrugë dështohen edhe më shumë. Unë besoj që shumë shpejt mendoj që ky investim në fakt dhe me komunikimin që kam marrë dhe Ministri i Infrastrukturës më shprehu që është një procedurë e cila do shkojë në mënyrë shumë të rregullt dhe shumë korrekte dhe shpresojmë që shumë shpejt Elbasani të jepet zgjidhje. Unë mendoj që do të jetë punë muajsh që ne do kemi zgjidhjen me këto dy projekte provizore që unë po them dhe më pas projekti i bypassit është një projekt që shkon diku tek 60 milionë euro dhe është një projekt shumë i rëndësishëm që lidhet edhe me pjesën e korridorit 8, nuk do jetë një projekt, është një projekt realisht ambicioz dhe një projekt që do marrë më shumë kohë, por ama këto dy zgjidhje provizore që janë dhe pjesë e integruar e projektit kryesor do japin një zgjidhje momentale të trafikut derisa të përfundojë bypassi. Unë bypassi nuk do ta quaj premtim, bypassi është domosdoshmëri, nuk është një premtim i cili unë besoj fort që gjithmonë premtimet duhet lidhen më shumë me pjesën që kanë të bëjnë me zhvillimin. Pjesa e investimeve të cilat kanë të bëjnë me domosdoshmërinë e komunitetit, me domosdoshmërinë e qyteteve tonë është një detyrë e jona si politikan dhe detyrë e institucioneve që t'i japin zgjidhje. Ne bëm një fushat në cilën u fokusuam shumë tek ajo pasaporta europiane në fakt. Por unë do fokusohem te 3 premtimet që kanë të bëjnë me Elbasanin. Pasaporta europiane është një premtim kombëtar, është një premtim i gjithë qeverisë, i kryeministit Edi Rama dhe besoj që atributet edhe meritat për këtë histori duhet i ketë qeveria, kryeministi, patjetër edhe gjithë ne qytetarët e Shqipërisë, por unë dua ta lidh me Elbasanin më shumë. Ne ju premtuam qytetarëve të Elbasanit një kala të rivitalizuar. Kala e Elbasanit është një xhevair i pazbuluar dhe e them me plot gojë një xhevair i pazbuluar, sepse në gjendjen që është sot nuk ofron atraksion turistik. Nuk prodhon ekonomi për qytetin e Elbasanit dhe pak ditë më parë ne e mbajtëm këtë premtim, do thot dikush për të ngacmuar, e mbajtet të premtim akoma në 3D sepse vetëm është shfaqur projekti, por ama jemi në fazat cilat është konkluduar marrëveshje me ADF-n dhe projekti i ri për Kalan e Elbasanit është një projekt, do thoja me plot gojën, shumë ambicioz që e kthen Kalan tonë në një pikë referimi të turizmit në Shqipërinë e Mesme, sepse unë besoj fort
që Elbasani ka kapacitetin e tij për të qenë një urlidhse e turizmit, sepse sot kemi një Berat i cili pret me mira turist, kemi një jug i cili është i dyndur me turist, kemi një Tiranë e cila pret gjithë kohës turist, dhe po të vesh në mes tyre është Elbasani, i cili turistët janë më shumë kalimtar. Dhe mendoj që Kalaja do të jetë pika e parë kryesore e cila do të bëjë që të kemi një atraksion turistik, por ajo që nuk flitet për Kalan e Elbasanit dhe për vetë Elbasanin është kulinaria jonë. Elbasani ka një kulinari shumë zhvilluar, por që për fat keq është akoma e panjohur dhe do duhet që të ketë një promovim më të madh, dhe besoj me transformimin e Kalas do kemi një pjesë dhe të promovimit kulinarisë tonë. Është automotoparku i cili është një projekt shumë ambicioz, do thoja. Unë kam patur fatin ta shikoj nga të dyja këndvështrimet, si në kryetar bashkie dhe si drejtori i transportit, i shërbimit transportit në fakt. Kam qenë nga ndër personat e parë kur janë zhvilluar takimet aso kohë me Blendi Gonxhën, drejtor të përgjithshëm të DBSHTR-s. Të them të vërtetën, mua nuk besoj ditën e parë dhe nuk e besoj dot, dhe sot e kësaj dite jam akoma shpresë plot që ky projekt marrë jetë sa më shpejt, por ama nga ana tjetër kam kuptuar dhe duhet i qetësoj të gjithë qytetarët, sepse ne kemi një natyrë të bëjmë skeptik shumë shpejt. Dhe themi, ku e keni automotoparkun, ne keni nxjerrë vetëm video, e kemi parë 3D. Në fakt është e vërtetë që deri më sot ne shohim një projekt në 3D, por ama nga ana tjetër kush kalon pjesën në cilën do ndërtohet ato parku mund të shikojë që atje punohet gjatë gjithë kohës, por ama nga ana tjetër po flasim për një projekt i cili është i vetmi në Ballkan dhe që do kushtoj 100 miliona euro dhe nuk është një projekt i cili mund të përmbyllet shumë shpejt, por është një projekt që merr kohë, por ama në përfundim i sjell Elbasanit komplet një transformim të ekonomisë. Dhe për mos u zgjatur, projekti i tretë është projekti i metalurgjisë. Dhe aty do kemi një ridimensionim të metalurgjisë. Unë mendoj që për shumë vite metalurgjia është parë nga brezi im, sidomos sepse brezi më parshëm e ka jetuar atë kohën kur lulëzonte metalurgjia. Punonte gjithë Shqipëria aty, prodhonte ekonomi për Shqipërinë. Ndërkohë që brezi im i ka parë vetëm të keqen metalurgjisë. Është parë gjithmonë si një vend i cili na sjell ndotje, si një vend dhe gjatë gjithë kohës e kemi parë me një sy, unë kam pas një mendim kritik gjatë gjithë kohës për atë zonë atje. Ndërkohë që sot mendoj që është shumë e mundur që ne ta kthejmë në një kapacitet ekonomik dhe në një mundësi për Elbasanin, dhe ky projekt i ri i cili do të jetë eco-friendly, i dashur për mjedisin, do të sjellin në fokus që shumë kompani të kenë të mundur të kenë zyrat e tyre dhe të kenë një dimensionim të ri të biznesit që kanë, dhe kjo do japë mundësi gjithë Elbasanit për të krijuar vende pune, do thoja unë, dhe një cikël të ri ekonomik që pastaj lidhet me automotoparkun dhe me Kalan e Elbasanit. E kemi akoma të vështirë të kemi takime në cilat i fton një deputet i Partisë Socialiste dhe aty të marrin pjesë të gjithë qytetarët edhe nga kampi i Partisë Demokratike. Ne po shohim sot po zhvillohet dëgjesat për reformën administrative territoriale dhe po të vësh re është një debat i cili po zhvillohet mes qytetarëve thjesht, socialistëve dhe demokratëve në një sallë, dhe mendoj që është një sukses. Dhe besoj fort që kjo duhet shtrihet dhe në fusha të tjera në cilët qytetarët të marrin pjesë për dhënë idetë e tyre. Aty të ketë deputet socialist, demokrat, nuk ka rëndësi. Ne i shërbejmë, duhet jemi i shërbejmë një interesi publik të Elbasanit. Kemi pasur disa procese që janë zhvilluar në Elbasan, të cilën ka një pjesëmarrje dhe të qytetarëve që nuk janë të angazhuar politikisht në fakt, por do thoja shumë e vështirë që të jenë të kampeve të tjera dhe kjo është për të pranuar. Ajo për sa i përket punëve të Shqipërisë, në fakt është interpretuar gabim, besoj disa herë, sepse nuk ka qenë vetëm një mburje, siç e thatë ju, e punëve, por ka qenë një çfarë kemi bërë, ç'po bëjmë dhe ç'do të bëjmë. Dhe ka qenë një diskutim me qytetarët, me socialistët, të cilët na kanë dhënë ide për komunitetin, një sër problematikash. Ne në Elbasan madje kemi krijuar edhe një platformë në cilën i mbledhim këto problematika dhe problematikat kanë qenë të shumta patjetër, por nga ana tjetër kemi diskutuar dhe për ato probleme të cilat i është dhënë zgjidhje normalisht, por edhe për projektet ambicioze ato që diskutuam edhe bashk, por dhe një sër problematikash të cilat presin zgjidhje nga qytetarët dhe është detyra jonë që të vazhdojmë ndjekjen e tyre. Por është zhvilluar po brenda kuadrit të takimeve punë të Shqipërisë.